E rënd, këngëtari i njohur për plas për vdekje të moshuarën tek vizat e bardha, këngëtari amerikan i countryt, Conner Smith është përfshirë në një aksident tragjik automobilistik në fundjavë në Nashville. Mediat e huaja shkruajnë se dyshohet se ka përplasur për vdekje një grua që po kalonte në vijat e bardha. Ngjarja e rënd ndodhi të dielën në 8 qershor, kur 24 vjeçari po drejtonte një makinë Chevrolet Silverado dhe përplasi 77 vjeçaren. Viktima po kalonte rrugën në një zonë të shënuar për këmbësor, sipas një deklarate nga Policia Metropolitane e Nashville-it. Dobis që banonte pranë vendit të ngjarjes u transportua menjëherë në qendrën mjekësore të Universitetit Vanderbilt, ku më vonë ndërroi jetë. Sipas policisë, faktori paraprak që çoi në aksident ishte mosdhënia e përparësisë ndaj këmbësores nga ana e Smith. Autoritetet shtuan se ai nuk paraqiste shenja të dëmtimit nga substanca. Hetimet mbi aksidentin vazhdojnë dhe për momentin nuk është ngritur asnjë akuzë ndaj këngëtarit.